Kam një përshëndetje speciale për Kevin Agollin, I cili është krau I djatë dhe I majt. Me sa shoh. Me të majtin e ka zënë dikush tjetër për të gjithë ne, po I bëjmë të djatë. U bë interesante biseda. Ja, më mirë mos, ja. Ta mbarojmë edhe këtë? Tam. Ta mbarojmë edhe këtë sezonin? Unë isha duke bërë shaka, ke vjeti për kisha fjalën, po shënsik. Okej, mjafton që e di Kevin. Do e marrim Kevin telefon pastaj. Ta pyesim. Po se ti majtisti e pak. Kështu që kështu sa për të qitur sa përgjithsisht kapitalistin. Kapitalisti, ha? Ilnisa. Të kthehemi. Autore dhe moderatore, gazetare, ke takuar shumë njerëz gjatë gjithë karrierës tënde. Neve të dyve kush ka bërë tjetër për shtypje, do të pyesë. Jo, doja ta pyesja cili moment mendon që ka qenë kulminacioni që ti e ke Eltoni Liriani, Eltoni ka qenë kulmi. Domethënë unë I kam moshuar gjithmonë kësaj ides që I ftuar I parë dhe I fundit mbahen mend, apo rreshtje parë I një shkrimi mbahet gjithmonë mend. Pra mënyra si ti jap është bën një pikë kthesë në jetën tënde. Dhe Eltoni e bëri, domethënë trajektoren e tij nuk e kam pasur me asnjë të ftuar tjetër për arsye se ne jetojmë të gjithë në Shqipëri dhe Shqipëria duam apo nuk duam na vendos një kornizë. Dhe ne duam apo nuk duam duhet ta mbajmë gojën e mbyllur si Mona Lisa, e kupton? Ne rrotullojmë vetëm syt dhe flasim përmes gjërave të tjera, po Eltoni del fare nga korniza dhe ta bën dhe më të thjeshtë situatën. Wow. Kur ti nuk e pret. Edhe ai ka qenë një emision shumë I guximshëm. Mendoj. Tha diçka plus sepse ai përgjithsisht flet hapur kudo, pra nuk është mënyra se si ai foli dhe tha ka folur gjithçka, domethënë për çështje të cilat nuk I kishte diskutuar më parë dhe shumë personale. Tronditse gati, po. Gacmimet seksuale, incest brenda familjes. Ka qenë vërtet intervistë shumë e guzimshme, shumë. Dhe ai më bëri që ta doja më shumë. Domethënë këtë punë që kam nisur të bëj dhe ta shoh më zhveshur gjën, ashtu siç në fakt duhet çdo gazetar ta shohë punën e tij. Me jo vetëm me sinqeritet, po me të vërtetat e asaj çka sheh dhe që duhet prodhoj. Që kam mirë sot. Po. Ka një fije ku ndan, le të themi, etikën e gazetarit nga I të prodhuarit lajmit dhe si e ndan ti këtë ekuilibër. Pra, kam përshtypjen që gjithmonë ata që kanë një mision, që duan të futen në thellësitë e një personazhi, sa më shumë ai personazh të thot, aq më mirë është për emisionin, për moderatorin dhe për çdo. Ka një ekuilibër që ti thua, okay, pavarësisht se mua ky do më shesë kjo që do thot, po unë do të drejtoj se nuk do ta cënoj. Unë mendoj edhe këtë e mendoj vërtet, nuk mund të bëhet askush një gazetar I mirë nëse nuk njeh terrenin mirë. Pra atë çka të ofron terreni në gjithë lirinë e tij, qoftë natyrore, qoftë bazike në njerëz, qoftë intelektuale në cepa kthina, nuk e di domethënë. Ti nuk mund ta sjellësh kurrë në studio. Dhe kjo detyrimisht lajmin e parë e prodhon jashtë. Pastaj e shet dhe e rrokullisë dhe e rrotullon brenda dhe pastaj e përçon. Kështu që kufiri me për mendimin tim unë flasë nisur nga vetja ime. Mendoj që është shkelur edhe është mirë që është shkelur, se gjithë jeta na shkon më shumë se klandestin, si Manu Chao, si e ka të këngë? Klandestina, po ta kishim vënë pastaj. Po. Se sa brenda kornizave të sa sistemeve që I ke Shqipëria I ka shpërbër prej goxha dekadash. Quhet shumë biles. Do të thotë që ai limiti për cilin ne gjithmonë jemi në dyzim nëse duhet apo jo, është guxim. Brenda etikës gjithmonë. Pra ne ruajmë etikën, por edhe guxojmë. Po edhe themi ca gjëra. Po themi ca gjëra se për çfarë jemi mbledhur? Për të
disa pyetje të shpejta kisha qef unë t'ja bëj Nisës. Hajde një. Po jo ndoshta ka pasur një lojë me flet. Me flet, hajde një. Kemi dhe kështu kafe apo çaj, po këto nuk besoj. Po çike këto kafe apo çaj ora libër apo film. Libër apo film. Shumë ekspresë. Po e lam që do nuk do I shkelim pra limitet, ta lëm kështu. Te korniza. Puntata fundit. Po thash ti dinim vetë ca gjëra. Hajde. Tani flet, më mirë. Flet apo fle? Flet. Flas. Më mirë kur je përgatitur apo spontanisht? Po sa kam kuptuar kurse çfarë do të thotë jesh e përgatitur të drejtën. Edhe në shkollë kur shkoja, pse s'do përgatitesha? Kam qenë gjithmonë spontane dhe gjithmonë e kam kap 10-ën. Do me thënë të dalin edhe intervista dalin më të bukura kur ti nisesh me një. Përgatitja është, do me thënë nuk mund të ndodhi brenda një jave. Ti ose je I përgatitur për gjatë gjithë kalvarit të viteve tua, ose s'mund përgatitesh për 2 ditë edhe po duash. Se sa do t'je ke një skalet përpara. Jo, po të gjithë gazetarët edhe kufje në vesh. Unë s'punoj me kufje në vesh, për shembull, dhe urrej. Kam skaletën se kevi ka shumë interesante pyetjet, kuptohet që domethënë e bukur e këtij profesioni është liria dhe spontaniteti. Ti nuk mundet të udhëheqë sado mundet të udhëheqë kufjen vesh. Nuk të bën gazetar kjo. Do bësh një pyetje e cila të vjen spontane nga biseda që ti po bën me të dëgjon tjetrin. Pra veshi duhet të jetë bosh. Kështu që vazhdojmë. Flet prap Ilnisa për tema të lehta apo janë ato të thella që të bëjnë që të jesh unë jam e përfshirë. Po, unë dua të përfshihem. Nëse ose ta përfshi këdo që mundet të kem përballë. Nuk ka limite këto biseda. Për një çaj, qoftë për një kafe. Për një kafe apo për një çaj. drink, e kupton. Më të kafe, Po. Flet më shumë me zemër apo me mendje? Kjo është një pyetje e bukur, sepse se di, ndonjëherë e humb rrugën njëra, po të paktën është tjetra. Pra për sa kohë I kam të dyja, do të thotë që ka shpresë për mua. Po kam përshtypjen se kompensojnë njëra tjetrën, janë në një lloj. Po shiko, njëra duhet ta humbi rrugën. Pra unë akoma nuk I kam gjetur të dyja paralel bashk. Pra o funksionoj me njërin o me tjetrën. Kam kuptuar nga jeta që kur funksionoj me tjetrën e humb këtë lart edhe kjo puna e trurit më vjen pak me vonesë, më vonë. Por është më mirë të funksionosh me trurin, mendoj, por po ta kombinosh është perfekte. Po ti the jam pasionale, kështu që me zemër vetëm. Truri, gjithçka vjen nga truri, mendoj. Gjithçka nga truri. Baba. Flet më shumë për të shkuarën apo për të ardhmen? Unë flas vetëm, po patjetër. E tashmja është sa mirë të një shoku I klasës. Kemi qenë zonë shumë mirë në shkollë. Kemi qenë ekselent. Mos ta shikoj kështu. E kupton? Për të tashme. Kemi qenë vërtet ekselent, po. Po dukeni pra se dallon njeriu. Dallon aura. Koleg të nderuar, dallon. Të pëlqen më shumë. Nuk pëlqen. Flet më shumë për sukseset apo për sfidat. Pra po I them me flet duke u nisur edhe nga podcasti. Gjithë jeta është vetëm sfidë. Pra unë sot në mëngjes doja të flija edhe pak më shumë. Por ç'a? Një sfidë tjetër më priste. Kështu që nuk ka teka. Më zgënjeras në këtë përgjigje, thash do ta dëgjoj çfarë do thot, por ajo është sfidë gjithë. Është gjithë sfidë. Po fokusohet ke sukseset që mbetur, Mbete, tamam. Mbas çdo suksesi vjen një sfidë tjetër që duhet të jetë një sukses dhe më I madh, kështu që nuk ka ndalë. Më pëlqen shumë kjo intervista për ju të dy. I pas kam bërë shumë mirë pyetje. Bravo. I the mamit, po. I thash mamit, moj tash unë se doja të pushoja pak në orën 6. Se atëherë shkova në shtëpi se kisha ca takime. Edhe po vinte një gjumë Jonida dhe mendova, mora mamin, thash do ikite Jonida te Arbri. Ku shikon, kam emision pastaj në 10. Se I për ju I thash jo, kujtoni që bëhet vetëm qef, po ka një bar pune, ka një bar kosto nervash nga pas. Ka një ndarje dhe çarje dhe përçarje energjie që po nuk e mblodhe se kalon dot sfidën. Kështu edhe kjo. Po, si tha I Koçari, mendoni se është e keni
jetë në fushë me lule. Po çfarë fushë me lule, po hajde. Po punë i tragalave. Korçari ishte kjo? Me kushurito. Korçe. O vdiqe. Flet për të inspiruar të tjerët apo për të ndarë një të vërtet tënde? Jo, unë e dua shumë inspirimin. Në masë, është si ai parfumi, e ke para të parfumin filmin? Unë kam lexuar edhe librin, është ajo pika, spruzo kur pastaj që për hapja, po. Një dehje. Mirë. Ai inspirimi. Dhe me qira fjala sot ke parfumin. E kam shumë të mirë parfumin dhe të gjithë, ma. Ke mbushur gjithë studion dhe gjithë të Valvaliera. Më tha një dikush tha, e dia tha që kishe qenë këtu, se thot më tha, ç'a bën mirë? Të çoj mesazh. Tha mua ke qenë që këtu, i thashën. Po i thash, kur më tha mua, ka ja një orë, akoma thënë tjetër. Aroma jo, Po. Më rri mirë me lëkurën kjo dhe nuk e ndryshoj. Dhe ke shumë të mirë. Francez. Tani ne disa përgjigje i morëm. I përshtatet formatit, po. Po, natyrisht. Gjithçka i përshtatet formatit. Dhe kjo pyetja ime e fundit ka edhe përgjigje brenda, sepse ne po e shohim gjatë kësaj interviste, gjatë kësaj bisede, nëse ti flet pa pushim apo di edhe të dëgjosh me vëmendje. Edhe kur dëgjon flas i thuaj. Jo, kam filluar të kem një balans. Edhe kjo, si të thuash, këtë vitin e fundit mendoj që më ka dhënë më shumë përgjegjësi. Për t'i dhënë dhe tjetrit hapësirë dhe për ta uzurpuar hapësirën që duhet. Njëjtë siç ajo që mundet të më jepet dhe të më merret pa e pasur në mendjen. Shumë përgjigje e bukur kjo pëlqen. Po të fare. Jo, jam e frymzuar, kam 3 ditë jam e frymzuar, seriozisht. Teksa un po thoja që ne pak a shumë e morëm këtë përgjigje, ju dëgjues të Top Radio se kuptoni shumë mirë që kjo bisedë është jo vetëm me humor dhe me energji të mirë, por me një Ilnis që flet, që është autore, moderatore e një podcasti ku jo vetëm flet vet, por i dëgjon me shumë vëmendje edhe të ftuarit e saj dhe nga këto biseda kanë dalë po ashtu edhe deklarata shumë të mira, të cilat ne ndoshta nuk i kishim menduar më përpara që do t'i dëgjonim nga këta personazhe, kështu që edhe ne na dëgjove sot, po edhe fole. Jo, u kënaqem, unë u kënaqa vërtet. Ne do t'jemi me flet deri në gusht. Kështu që e dim vetë ata. Deri në gusht. Fillim gushti apo? Po. Sipas për llogaritjes, diçka tek 2 javë para të gushtit të rezulton. Të lëm dhe pak nxehtësi për pjesën tjetër të muajit, thonë mos. Nuk po kam koment këtu, se do të them kur të mbyllet emisioni për nxehtësinë. Për pushime, çfarë planesh ke? Po për momentin të them drejtën, Jonida, është viti i parë që nuk kam vendosur akoma çfarë do bëj. Pra pushimet e mia është puna që kam aktualisht. Okej. Çdo të martë un pushoj. Dhe ideja e diçka e të re që ti ke në mendje, që e nise pak a shumë mund të jetë në mendje. Në sezonin që vjen apo vjen. Por që shpresoj, nuk dua ta shvendos energjinë në gjëra të tjera për momentin. Pa mbyllur deri në gusht kemi flet, kështu që më vonë do të presim diçka shumë të bukur. Po dhe këtë e dua shumë, shohim. Se mos ta duash. E bën me shumë dëshirë. Po, me shumë dëshirë. Dhe të shkon shumë me formatin tënd. Po si e tha ato? Po si mundet? Jo, po seriozisht. Po si mundet ta thot dikush atë, nuk e di. Edhe ty Arbor të shkon me formatin. Me formatin. Ky program. Ti të shkon kjo logo në sfond me formatin, me çfarë lloj gjësh mos le fustani sot ti është wow. Thank you. Një çifte veshur një palë sandale, zonjë zotrin. Mos shef logon ton, bravo, është logo. Po, është më shumë ti mund ta komentosh më mirë se unë. Po. Edhe po. Ka thelb. Po, e shoh Jonida. Ka kontent. Ka shumë kontent. E njoh atë logo. Nga Elisa, përpara se ta mbyllim intervistën, sot ke një tjetër xhirim të flet, edhe cila është intervista që duhet të presim me padurim gjatë këtij sezoni. Pavarësisht se të gjitha janë shumë të bukura dhe kanë rëndësinë vet. Po se unë nuk e kam mbyllur akoma, por ndër gjithçka që
është transmetuar dhe ato që do transmeton, se unë jam vetëm një emision avans për momentin. Që nge mbrapa shumë? Jam shumë mbrapa. Po më mirë mbrapa. Më dëgjon mua se në Jo, një minutë, më ditë jazore. Mirë mbrapa në një fushë, në një pistë garimi, sepse lodhen më shpejt ata që e marrin më shumë vrull. Ne shikon edhe mendje djallëzore. Edhe mbylljen e bëri me një shprehje. Domethënë doktori la shenjën e tij. Para mbrapa thanë si ka rëndësi ka, po rëndësi ka suksesi final. Sheki po ashtu ishte. Rezultati final. Vazhdoi me emisionin. Vazhdoni ju me kodet tuaja. Jo, ai është provokator. Është akoma në Sicili. Nuk e zbrita akoma. Pa, do burr. Mos i dukesh si latina o zemra ime. Po kështu si. Pak moreske në rastin e Sicilisë. Ju lutem. Etnologjikisht korrekt. Po. Se nuk na falen këto në këtë program. Elisa, shumë suksese sot në xhirimin. Faleminderit që ishe me ne dhe bëm këtë mbyllje të këtij sezoni kaq të dashur dhe me një personazh kaq të dashur. Bellezza. Grazie. Niente. Jemi në fund të pardon, do dëgjojmë sezonin tjetër. Faleminderit Arbor. Faleminderit kolegët dashur, ishte një kënaqësi. Kalofshi sa më bukur dhe një verë të mbar për të gjithë ju. Mail listën do t'jeni deri në gusht, kështu që e keni këtu në Top Albania Radio dhe në Top Channel me flet.